Nëna e dëshpëruar gërmoi një tunel nën tokë për të shpëtuar të birin nga burgu. E vërteta ndonjëherë është më e çuditshme se trillimi. Këtë e ka vërtetuar një nënë ukrainase që gërmoi një tunel nën tokë 10.5 metra të gjatë për të ndihmuar të birin të shpëtonte nga burgu. Tingëllon si një histori telenovelash, por në fakt është realitet. Gruaja 51 vjeçare, identiteti i së cilës nuk është bërë i ditur, filloi planin e saj duke marrë me qira një shtëpi ku ndodhej pranë burgut të Zaporizhia në Ukrainën juglindore. Ajo gërmoi një tunel prej 35 metrash për të liruar djalin e saj të burgosur, i cili po vuante një dënim të përjetshëm për vrasje. Duke përdorur lopata dhe kazma, nëna e dëshpëruar arriti të gërmojë një tunel. Ajo punonte vetëm natën në mënyrë që të mos tërhiqte vëmendjen për atë që ajo ishte duke bërë. Ajo mundi të gërmojë një tunel me thellësi 3.5 metra dhe gjatësi 10.5 metra, i cili fillonte në një fush afër burgut ku ndodhej i biri dhe arriti deri poshtë mureve të burgut. Gruaja qëndronte në shtëpi në mënyrë që vendasit të mos e shihnin me dyshim si e huaj që ishte, ndërsa në kohën që binte nata, ajo shkonte në vendin e gërmimit. Ajo mundi të gërmonte për 3 javë derisa u gjet dhe u arrestua.